Dhe ja ku jemi sot bashkë, nuk po buzëqeshi shumë se Lena ka vendosur mos më na bë ushqim diçka, nuk kena me hangër sot. Mirë se erdhe Lenë. Do na që rast një as djemë që janë të kesh, as thonë, pse s'gatujte kur gjohë sot. Kjo është mja ditë rënsim tani. Po nejse, që kjo qaje që kam e përgatit Lena, kam e na ndihmu neve edhe gjatë ushqimeve pastaj. Po, fiks është vërtet. Kemi fol shumë për florën, për sistemin trac, për zorën, edhe kena fol shumë për simptoma që na i kemi, ose të lashe që i kemi në raport me zorën. Sot përdu me cek një diçka që na zakonisht nuk e vrem, ose e vrem kur avancohet jashtë zakonisht shumë, një problematik, edhe ajo është myshqet edhe parazitet që mujnë me ndodhë për shembull në organizëm, ato manifestohen kryesisht po më ne edhe avancohen, kolonizohen një farforme në momentin që na e teprojmë. Do të thonë, qoftë që i marrim përmes ushqimit, qoftë për shembull ku na bjen shumë imuniteti, edhe si pasojë parazitëve, sidomos në zorë, edhe myshqeve dhe në lëkurë për shembull që shfaqen, normal na fillojmë me pas rrëmje të imunitetit, lodhje, plagështi, fryrje, ka shumë raste që në momentin që janë të kolonizuar në sasi shumë të madhe, edhe janë të lokalizuar në sasi shumë të madhe në florën tonë, ata dinë me shkaktu edhe ankth edhe stres, sidomos tek fëmijët manifestohen me oreks shumë tolt. Po, nuk kanë oreks, kanë stres, do të thonë janë agresiv për shkak të atij shqetësimi që e kanë. Qka i favorizon mu kolonizu, se... Më rendit. Më rendim shumë faktikisht. Një farforme është kryesisht ushqimet produktet e qumshtit, sheqeri, shtume, kryesisht, sidomos sheqeri, shtume, edhe kjo ndikon që momentin që janë sasi më të madhe, ndikon edhe me pas sa më shumë dëshirë për ëmbëlsira, për shembull ato bombonet ose ato gelatinoza, ato ëmbëlsira, çokolada që i pëlqejnë shumë fëmijët. Për shembull ato periudha që janë sasi më të lartë në organizëm ose janë të shtume, kështu më me vrej që fëmijët kanë dëshirë shumë. Edhe ato njëjtën kohë i ushqejnë shumë. Po, në ndërkohë këto myshqe dhe parazitet që po i përmend Lena, normalisht zbulohen apo diagnostikohen përmes disa analizave laboratorike, të cilën ju rekomandon mjeku familjar fillimisht, pastaj ose një pediatër gastro ose po. Por në momentin që i kanë këto analiza dhe një fëmijë ose një i rritur diagnostikohet që po vuan nga myshqet ose parazitet. Patjetër që du të mi marri ilaçet që janë të nevojshme që i referon mjeku, edhe konsultën e mjekut, po për mi janë ndihmu edhe për parandalim është fjala, edhe nëse dyshojmë si kemi këto shqetësime, pare se mi bu analizat edhe në kushte normale, për shembull, është mirë me marrë diçka që është antimikotik. Antimikotik, për shembull, e kemi full sa herë që e kemi karanfilin, është fara e zezë ose vaj fara e zezë, pastaj kena full edhe për dafinën, është rigoni, janë disa erza që buhen edhe në formë vajt, edhe në formë çajt, që ndihmojnë që është mirë me ushtu fëmijëve prej se të vegjël për shkak që na parazit kemi. Krejt kohën organizëm se marrim, krejt kohën pa ata aktivizohen në momentin që na i provokojmë. Na sot po duhem me bu një çaj që ka me qenë ideal për shembull për me parandalu këtë problem. Do të thonë edhe nëse nuk e keni këtë problem, por keni disa shqetësime që i përmendi Lena, nuk ju bën dëm asgjë ky çaj, përveç që është antimikotik, ka dhe shumë benefite tjera të karanfilit, antioksidant. 10 karanfila deri 15 në varet çfarë masie ka. Edhe një lugë të vogël çajit fare e zezë. Më thënë, a kemi lugën më të madhe, përqesim një gjys lugë. Edhe i shtuim ujë dikon dhe duhet zihet. U gëzu Lena. Lena kam i prej në ditë këtë momentet kur je gëzu. Thamë, qka pat Lena? Qka i ndodhi? Afërsisht 300 ml. Shishe i ka foje, që kjo shishe kena mendru. Okej, bënja Lenës një shishe 3. Kretë ju që po mësoni prej recetave. Me vlu për afërsisht 10 minuta. Kjo bokalli është shumë i përshtatshëm, ose edhe nëse bojmë me një gjygëm, me qitë kapakin për shkak se ovli ndihmon. Edhe këto muj me pi të freskët, muj me pi për shembull edhe gjatë ditës 2-3 herë, po këto 300 ml për të rritun, ose 100 ml për fëmijë. Ndërsa në ditë.
Po. A duhet jetë kështu kronologjisht çdo ditë, 2 javë, është një disa mëngjes, ditë? po, edhe 14 deri 21 ditë. Okej. Mirë është 21 ditë. Nëse kemi thonë ma herë që çaji i karanfilit ndikon për shembull për qëndrim, ndikon për qetësim sistemit nervor, kjo është njëra prej arsyeve se çaji i karanfilit ndikon në zorë, edhe përmes zorrës normal zorra dhe truni janë shumë të lidhura njëra me tjetrën, ndikon që me pas qatë qetësinë edhe psikologjike. Po, në ndërkohë ky çaj rekomandohet për fëmijëve të rritur, a rekomandohet edhe për shtatzana? Po gjësysh. A i të e piti? Sepse po gjësysh, për shkak se normal edhe shtatzonat mujnë me pas, sidomos din mu aktivizu, masi veçro fjallat e shtatzonat, është një përparësi që në momentin që i zhdukim parazit në zorë, kemi me pas ma pak predispozit për hemoroide, se zakonisht din me acaru parazit në zorë, din me acaru edhe hemoroide, të sidomos gjatë shtatzanis, që jenë pak ma të shprehura për shkak të hormoneve, për shkak të ngushtimit hapësirës, normal edhe lëvizja e zorëve është pak ma ngadalshme. Do më thanë, kjo është një përparësi shumë e madhe edhe te këto raste. Edhe njëherë disa zihet çaje, vetëm edhe njëherë shkurt, për ata që nuk e kuptuan saktë. Cilat janë ato shqetësimet që konsiderohen që mund të kenë myshçe ose parazit, edhe pse si kanë bërë ende analiza, derisa presin rezultatet e analizave dhe vizitat që rekomandohet ta pinë këtë çaj. Zakonisht lodhje, plagështi, imunitet i dopt, fryrje, mundet me shkaktu stres, për shembull fëmijët kanë reagime kështu spontane, në formë të ankthit, probleme me përqendrimin, po edhe të rriturit janë të njëjtat simptoma. Po kryesisht kjo, rëmja e imunitetit, lodhje, plagështi, fryrje barkut edhe humbja e oreksit, te disa raste kur kanë edhe për shembull hemoroide, edhe kur kanë dëshirë shumë të madhe për embëlsira. Që ata mundesh me nalë, edhe këta lojë me pushu prap 10 minuta, masi që ka vlu për shkak se i lëshën komplet ato efektet e veta se cili përbërs, dhe ndërkohë për anën lokale, për shembull për personat asnjëherë mos me njanu ilaçet ose terapinë ose kremat ose që i referon mjeku, po për me lehtësu irritimin, kush e ka lokal. Qoftë për shembull zakonisht kanë edhe nanos, kanë edhe në gojë, për shembull myshçe, zakonisht kanë edhe në dur, lëkurë në përgjithësi, për me lehtësu qatë krurjen, irritimin, atër për shembull mujmë i përdor të njëjtit përbërës, karanfilin, Meri me dorë. Disa Të tani për gëzorë. Ma mirë e kishtë tani për gëzorë. Qështu njëjtë 10 shkëpek karanfil, pak fare zezë, edhe Kjo fare afërsisht zezë, çfarë benefite thotë? është antimikotik. Edhe kjo është antimikotik. Edhe kjo ndikon, është antioksidant. Edhe afërsisht 100 ml vaj, këto kena me lunë 14 ditë me pushu. Çdo ditë e lujmë dikund ku i kemi erzat, ose ku e shohim, që me mujtë çdo ditë me e tundë. Okej. Për shkak mos me shku poshtë, për shkak sasia këtyne. Do më thonë këtë formë. Çdo ditë në mënyrë që me liru sa më shumë. Çdo ditë po, në mënyrë që me liru përbërësit edhe po më këto me marrë vaj atë benefitet ose përbërësit këto. Më thonë është një recetë shumë e thjeshtë, edhe që ju kishë ndihmu me largu irritimin. Po. Ndërkohë kjo vaj me karanfil të fara të zeza, normalisht po e ripotencoj, asnjëherë mos i menjanani medikamentet e dermatologut, por për gjithë që keni myshçe dhe irritime dhe jeni edhe në medikamente, por dëshironi me e largu pak atë cikletin e kruarjes dhe të irritimit, një vaj i tillë që qëndron 14 ditë mund të përdoret për lyrjen e atyre zonave ku keni myshçe dhe të qetësoj pak irritimin gjithmonë duke mos i lënë anash medikamentet e mjekut. Kjo është vetëm për shembull periudhat kur e pin çajin, fillon me pi çajin 21 ditë, në çat periudhë për shembull mundesh me përdorë edhe vajin e karanfilit në kombinim me vaj ulliri dhe vajin e fare zezë, një lloj vaj antimikotik që ju ndihmon me një tampon për shembull të pastër me lypo. Edhe normal ju stres shumë të madhe, kjo ndihmon me lehtësu atë irritimin e tepër ose inflamacionin që ka në sipërfaqen e jashtme. Po. Ndërkohë normalisht rekomandohet me lënë 10 minuta me pushu, por po e qes një sasi të vogël vetë sa për qikus tonë, pjesën tjetër po e lëmë me pushu. Një që pak saron se po në ngëzosh në thënë gotën.
Mësë jem bosi te, e një sasi të vogël, sepse ende nuk është i gatshëm. Normal du të më bunë gjyra pak ma erë. Po, ende nuk është i gatshëm për të përdor, për të konsumu. E bëj lakne. Së dhe është i nxehtë. A rekomandohet me i vendos mjalt? Jo, për shkak se sheqeri i aktivizon shumë, po më i aktivizon parazit, kështu që nuk preferohet mjalt, as të fëmijët nuk preferohet mjalt në këtë rast. Por që është një çaj që edhe nëse nuk i keni probleme që i përmendi Lena, përveç që është antioksidant, përveç që kujdeset edhe për imunitetin e ju, ndikon në mënyrë direkte edhe te kjo pjesa e mysheve dhe paraziteve të cilet i tha Lena, që shpesh i shkaktojnë vetë nga kequshqyrja, nuk do me thonë vetëm kequshqyrja nga ushqimi i pashëndetshëm, po edhe orari jo i rregullt. Ka shumë rëndësi edhe përtypja ushqimit, se në momentin që nuk e përtyp mjaftueshëm, nuk tretet mjaftueshëm edhe ushqimi pa tretur, edhe persona që kanë konstipacion për shembull, edhe nuk pastrohen vazhdimisht zor, kanë predispozit me pas sasi më të lartë të parazitëve në zor. Po, në ndërkohë është edhe e shishme. Ja u e themon që kam kojtë shumë. Kur e teston Saranda, atër dinë që është i sigurt. Len, faleminderit shumë. Lena e tha disa herë, thash edhe unë, këto 2 receta për myshë dhe parazit, qoftë në zorë, qoftë në lëkurë, i konsumoni pa asnjë gajle që mos ka ndaj kundër efekt, por gjithmonë duke mos lënë anash terapitë specialistëve të cilët ju kanë shkruar, qoftë dermatologu, qoftë gastroenterologu, qoftë mjeku familjar, kushdo qoftë. Kjo është thjesht një recetë natyrale që ndihmon menaxhon situatën, por medikamentet gjithmonë bani në përdorimin e rregullt. Len, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Lena, dhe pak na lën, ti nuk na lën gjatë. Jo, absolutisht. Sepse nuk më lën mu, i lën krejt këta njerëz që i kanë sytë e veshtë të ty. S'kam një bot djemve kush më jam më unë. Kur që sot s'na krijo. Po vim, atje të xhirojmë. Len, faleminderit shumë edhe një herë. Dashur miq, ishte kjo pjesa e fundit e emisionit për sot. Ne do të takohemi të dielën e ardhshme në orën 16. Ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10, sepse kolegët tonë kanë përgatitur materiale të shumta. Një falënderim shumë special, i cili do duhej të ishte mirënjohjen dhe çdo televizioni, janë stafi teknik ata që bëjnë një punë të domethënë fantastike, janë të pazëvendësueshëm. Asun askush do nuk do ishim këtu pranë juve, me juve, për juve, mos ishin kameramanët dhe regjia, kështu që faleminderit shumë djem. Mirëmbëjtje, takohemi të dielën e ardhshme.